A kemi kërkesa paraprake kërkuesi? Përfaqësuesi i Këshillit Ministrave? Nuk kemi. Presidenti? Po, në parashtresat e institucionit të Presidentit të Republikës që kemi depozituar pranë jush në datën 15/10, ne kemi kërkuar që të rimerret në shqyrtim çështja e kompetencës suaj për shfuqizimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025, si dhe të deklaroni në fillim të seancës mos kompetencën, sepse nuk mund të shqyrtoni një akt administrativ siç është ky dekret. Zgjedhjet në Tiranë u penguan. Prandaj tashmë duhet të rikthehet kushtetueshmëria dhe të shpallet moskompetenca për shqyrtimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025. Meqense nuk u deklarua moskompetenca për shqyrtimin e kërkesave lidhur me dekretin dhe nuk na çliruat nga statusi i palës në këtë proces, që do të ishte një vendim i drejtë dhe ligjërisht korrekt për këtë kërkesë paraprake. Ne po e paraqesim kërkesën edhe një herë formalisht përpara jush tani, që të anulloni vendimin për përfshirjen e dekretit numër 350 datë 1/10/2025 në këtë shqyrtim, si hap që duhet i paraprish shqyrtimit të çështjes në themel. Vendimi për kalimin për shqyrtim të kërkesës për fuqizimin e dekretit është mbështetur vetëm mbi dokumentacionin e servitur nga kërkuesi, tek i cili mungonte tërësisht praktika dokumentare e institucionit të Presidentit të Republikës për dekretin. Mungesa edhe e praktikës dokumentare të Këshillit të Ministrave për BKM-n e bën tërësisht të pambështetur dhe të njëanshme vendimarrjen tuaj. Konkluzioni i organeve shtetërore për këtë çështje bazohej në leximin e kujdesshëm të dispozitave përkatëse të Kushtetutës dhe të ligjit të fushës. Për aq sa ajo ishte marrë me nenin 115 të Kushtetutës, me të drejtën e shkarkimit të organit të zgjedhur të qeverisjes vendore dhe me rrethanat ku shkarkimi shoqërohet me pezullim të aktit. Rezulton e provuar se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve ka vendosur kalimin për shqyrtim pa shqyrtuar aktet dhe pa i dhënë mundësi Presidentit të Republikës apo Këshillit të Ministrave që të shpjegojnë dhe mbrojnë pozicionin e tyre ligjor. Kërkuesi në lidhje me këtë kërkesë. Ne mendojmë që gjykata kushtetuese është kompetente për shqyrtimin edhe për aktin e Presidentit. Nuk duhet të ndërhyjë asnjë institucion përfshirë dhe Presidentin e Republikës, i cili duhet të presi në rastin konkret marrjen e një vendimi nga ana e gjykatës kushtetuese. Gjykata pas që shqyrtoi kërkesën tuaj vendosi një zëri se çështja e jurisdiksionit të gjykatës për shqyrtimin e dekretit Presidentit numër 350 datë 1/10/2025 është e lidhur me themelin e mosmarrveshjes, objekt shqyrtimi dhe për këtë arsye kërkesa juaj nuk pranohet në këtë fazë të shqyrtimit, po do të trajtohet si pjesë e themelit të çështjes. Gjykata sjell në vëmendje se vendimi i mbledhjes gjyqtarëve i datës 9/10/2025, që ju kundërshtoni, është marrë gjatë fazës së shqyrtimit paraprak, fazë në cilën mbledhja e gjyqtarëve vepron në dom këshillimi dhe subjektet e interesuara nuk janë përcaktuar ende, prandaj nuk mund të thirren për të dëgjuar. Tashmë ju mund ta bëni këtë në seancë